Nëse vuani nga kolla ose bronshiti, kjo recetë do ju shëroj brenda ditës. Gjatë kësaj periudhe njerëzit janë më të prekshëm ndaj kollës dhe njëkohësisht bronkitit. Simptomat zakonisht ndikojnë në sistemin e frymëmarrjes dhe rikuperimi është i vështirë. Megjithatë, në vend se të përdorni ilaçe, ne do t'ju tregojmë një recetë natyrale e cila e ndihmon organizmin që të luftojë sëmundje të ndryshme. Përzieni 250 ml qumësht, një lugë gjelle gjalp, një lugë gjelle mjalt, një gotë me të verdhë veze dhe 1/4 e lugës së gjellës me sodë buke. Fillimisht e vloni qumshtin dhe e lini që të ftohet në temperaturë dhome. Pas kësaj ja shtoni gjalpin dhe mjaltin, i përzieni që të gjithë përbërësit dhe ja shtoni vezën me sodë buke. Ky ilaç është efektiv kundër kollës, bronshitit, por mund të përdoret si nga të rriturit, ashtu edhe nga moshat më të vogla.